Gjykata e posaçme shpalli të pafajshëm deputetin Erion Braçe, i cili u akuzua nga biznesmeni Anduel Çekrezi se kishte shpifur me deklaratat e tij duke e diskriminuar për pronën. Deklarimin e pafajshëm të akuzuarit Erion Braçe për kryen e personale të shpifjes së kryerit. Kjo çështje është rregullime natyrore. Që të të paskor, dhe veprimi zyrtar. Në granë tjetër, në bashkëpunim me supermarket, po bëhet një çështje shumë e vështirë. Edhe që mund të shkojë shumë shpesh dhe shumë shpejt në konflikte sociale. Pikërisht për këtë arsye, unë vazhdoj të qëndroj kërmë për kërmë, asaj që të thonë, që toka e Lumit Seman është toka e Lumit Seman. Si një denoncues për tokën e Imshtit pranë Lumit Seman, deputeti Braçe insistoi mbas vendimit se nxit hetimet. Kam parë zyrtarë që kanë shitur, kanë tjetërsuar, kanë refuzuar të mbrojnë interesin publik në një pronë publike, që është e gjithëve. Dhe pastaj shtuat se kur shkelet interesi publik, ju mbani në kurriz protestat. Për cilat protesta e kishit fjalën? Edhe të banorëve të Imshtës, që atje nuk janë për pronën e tyre, se me thënë drejtën, ajo është tokë e Lumit dhe nuk është tokë e bujqve të Imshtës. Gjatë seancës edhe përfaqësuesi i SPAK prokurori Orzdado ishte në krahun e deputetit Erion Braçe, duke kujtuar se denoncimet e tij ishin në cilësinë e deputetit dhe në mbrojtje të interesit publik.